Mirëmbrëma të dashur ndjekës. Sonte dua të komentoj këtë përballje kokë më kokë të televotim që në fakt është hapur në shtëpinë e Big Brotherit. Disa e quajnë përzgjedhjen e Laertit një lojë të fortë një lojtarit, disa e quajnë një përgënjeshtrim të emocioneve dhe ndjenjave të tij kundër drejt Valbonës, disa e quajnë një përdorje të Valbonës për të ikur drejt në finale. Do të kujtoj një bisedë që Valbona ka bërë në Storm me Laertin, shumë kohë më herët është kjo, ku Laerti i thonte Valbonës vetëm ti je ajo që mua mundesh të më çosh në finale, do të thënë vetëm marrëdhënia me ty. Ndërsa sot Laerti del si një banor i vetëm dhe përballet kokë më kokë. Tani që nuk ekziston një dashuri e vërtet, nuk ekziston sepse nga ana e Valbonës, Valbona u afrua me Laertin menjëherë pasi gjesti i përzjodhi si një banor i vetëm. Dhe Valbona e pa që në qoftë se ajo nuk do të krijonte një aleancë apo nuk do të krijonte një lloj afërsie me dikë në shtëpi, do të ishte shumë e rrezikuar që të shkonte drejt finale, sepse ambienti u krijua i tillë, do me thënë Egli me Gjestin, Rezarta me Aldon, Ola herë me Jozin e Loredana, do me thënë shkonte herë këtej herë ne, dhe Valbona e kishte me patjetër që të krijonte një aleancë. Nuk më ngjiste që ato të dy e duan njëri tjetrin dhe sonte kësaj gjës ju vë thika në mes. Unë nuk besoj që ky televotim të zjatën deri të martën, duke besuar edhe në dy kutit të cilat akoma janë aktive në shtëpinë e Big Brotherit, por gjithsesi Laerti vuri përpara qëllimin dhe fjalën e dhënë kundër drejt nënës së tij, dhe unë si komentuesi Big Brotheri gjithmonë e kam komentuar që do të vijë një moment ku banorët do të duhen të përzgjedhin njëri tjetrin në një televotim kokë më kokë, dhe për mendimin tim Laerti veproi si lojtar, por nuk është se veproi në interesin e atij fakti që unë dua të zbardh të vërtetën dhe të shohim kush është banori më i fortë. Unë mendoj që Laerti veproi në interesin e faktit për të shkuar në finale dhe mos ta humbën mundësinë, sepse ai beson që është një banor shumë i fortë edhe një pretendent i guximshëm për ta fituar çmimin e madh.